Fjolla përfshihet në një debat shumë të fortë dhe të tensionuar me Labin, një përplasje që zgjedh dhe merr vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nis nga një bisedë e zakonshme, por shumë shpejt situata ndryshon dhe fjala kthehet në akuzë direkte. Fjolla shfaqet e revoltuar, me zë të lartë dhe me një qëndrim të prerë, duke akuzuar Labin për sjellje të papërshtatshme dhe mungesë respekti. Ajo thot se Labi sillet si manjak dhe se mënyra e tij e të parë dhe e të folurit me vajzat e tjera nuk është as pak normale. Fjolla thekson se ai është burr i martuar dhe se duhet të dijë kufit, por sipas saj, Labi vazhdimisht i kalon këta kufi. Ajo shprehet se ai nuk mjaftohet vetëm me praninë e gruas së tij jashtë, por vazhdon të shikojë dhe të interesohet për vajzat e tjera në shtëpi, sikur të kërkojë diçka prej tyre. Toni i fjollës bëhet gjithnjë më i ashpër, ndërsa ajo le të kuptohet se nuk flet kot dhe se ka parë vetë sjellje që e kanë bërë të ndihet shumë keq. Ajo thot se mënyra si Labi sillet, si i shikon vajzat dhe si u afrohet, nuk është as pak e pastër dhe se kjo gjë e ka shqetësuar prej kohësh. Fjolla e akuzon se bën sikur është korrekt dhe i qetë, por në realitet ka një fytyrë tjetër që del vetëm në momente të caktuara. Labi përpiqet të mbrohet, por Fjolla nuk e lë të flasë shumë. Ajo vazhdon duke thënë se është e lodhur nga hipokrizia e tij dhe se nuk mund të qëndrojë më e heshtur. Sipas saj, sjellja e Labit është ofenduese jo vetëm për vajzat, por edhe për gruan e tij, e cila jashtë mund të mos di asgjë nga ajo që ndodh brenda. Debati bëhet gjithnjë më i nxehtë, me Fjollën që shpreh zhgënjim dhe nervozizëm të madh, ndërsa Labi duket i nervozuar dhe i vënë në siklet nga akuzat. Banorët e tjerë mblidhen rreth tyre, disa përpiqen të qetësojnë situatën, ndërsa të tjerë thjesht dëgjojnë në heshtje, të habitur nga serioziteti i asaj që po thuhet. Në fund, Fjolla e mbyll përplasjen duke theksuar se ajo nuk do të tolerojë më sjellje të tilla dhe se nuk ka frë.